Pyetja parë. Banorët nuk e kuptojnë projektin, prandaj protestojnë. Është fakt i diskutueshëm apo keq informim? Sipas teje. Banorët janë shumë të informuar sepse kanë prej vitit 2018-2019 që protestojnë për këtë dhe për shkak sepse kanë pasur përreth vetes aktivistë dhe ekspertë mjedisi, kanë qenë përposte me dëshirën për të kuptuar gjithë situatën edhe ju është dhënë informacion më së i nevojshëm për të gjithë pasojat që mund të kesh. Pra kanë marrë mjaftueshëm informacion për të qenë. Plus që ata janë banorë dhe pasojat janë direkt tek ata, kështu që kjo është një tjetër. Pjesa më e madhe e protestuesve nuk janë banorë të zonës. Fakt i diskutueshëm apo keq informim? Domethënë, mund ta lë të i diskutueshëm, po do jap një argument. Është gjithmonë ky diskutimi që nuk janë banorë të zonës dhe këta janë kapur veçanërisht me disa persona dhe me ndrimin e emrave që kanë pasur etj. Ajo çfarë ndodh është që njerëzit lëvizin, edhe kjo nuk do të thotë që ti nuk ke përkatësi mbi pronën që ke pasur. Pra nëse ti ke jetuar pra është përngulur në Tiranë, po aty ka prap pronat. Po, por ajo është prona jote dhe ti mund të rikthehesh sërish në të ardhmen. Megjithatë, shumica dërmuese aty janë banorë të zonës që jetojnë me... Pra i diskutueshëm. Ty mund të t'interesoj një lum edhe natyra e një vendi. Dhe që si e farë banor. Dhe nëse se ke problemin komshi. Banorët manipulohen nga organizata që nuk e duan zhvillimin e zonës. Fakt i diskutueshëm keq informim, nuk po jap argument se flet vet. Media ka mbajtur anën e aktivistëve. Fakt i diskutueshëm keq informim. Cilat media? Po e themi keq informim pra, që nuk është e vërtetë. Kompania nuk është kontaktuar kurrë nga media për këtë çështje. Fakt i diskutueshëm keq telefonata. Ne në fakt e kemi kontaktuar qysh për fillimin që kemi raportuar dhe këtë e them me bindje të plot sepse më herët e ka kontaktuar kolegja që kemi pasur Antonella Andrevate, duke qenë se ajo është marr fillimisht me çështjen dhe më pas e kam ndjekur unë. Qysh në fillimet që ne kemi filluar të raportojmë për çështjen e Zall Gjoçaj, duke qenë në çadrat që ata kanë krijuar, duke shkuar dhe duke jetuar atje me ta për disa ditë. Pra, të gjitha këto janë bërë nga një ram, po nga ana tjetër edhe është kontaktuar qysh për fillimit kompania, cilat janë arsyet për të thënë versionin e saj, e kuptoj. Dhe në vijim, duke qenë se kompania ka pasur qasjen e vet, ne sigurisht që nuk mund të amplifikojmë. Dakor, vazhdojmë pyetjen e 6 sepse ka mundësi për të thënë. Hidrocentrali nuk është në zonë mbrojtur, kështu që nuk ka asnjë problem. Fakt i diskutueshëm keq informim. I diskutueshëm keq informim ka qenë pjesë e parkut kombëtar. Pra ka ndryshuar me ligje. Lur Malidejes dhe për shkak të ligjeve pastaj dhe vendimeve të qeverisë është ndryshuar siç ndodh shumica e gjërave këtu sa i takon aspektit. Hidrocentrali sjell vetëm zhvillim për zonën. Fakt i diskutueshëm keq informim. Keq informim.